Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin Perspektiva. Emision ky që ka për qëllim informimin e qytetarëve rreth zhvillimeve dhe ngjarjeve në komunën tonë. Si musafir kemi të ftuar shkrimtarin e minjor zotri Faredin Shehu. Zotri Shehu, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se jeni. Zotri Shehu, kurdo që ka hedhur shikimin në biografinë tuaj sigurisht ka dalë impresionuar. Cili ka qenë vazhdimisht, keni qenë vazhdimisht aktiv, sidomos pas luftës. Personalisht, cilën e konsideroni periudhën më të vështirë që keni hasur gjatë kësaj periudhe? Periudha më e vështirë ka qenë periudha e luftës, sepse në dy ofanziva ne kujtojmë gjithë që Rahoveci është vetmja zonë urbane ku është luftu, domethënë ka pas luftë frontale dhe unë nuk kam pas mundësi që dal qoftë si ushtar ose si refugjat, po kam qenë ngujuar këtu dhe ka qenë ai 77 ditë që bombardimeve të NATO skor isha buzë shmendis. Në ato momente unë kam bajt ditar dhe kam lexuar mbase veprat më të vështira që ka krijuar gjeniu njerëzor. Jeni shkrimtari për masave botërore, për shumë njohës së letërsisë. E konsideroni veten në këtë nivel? Jo, sepse bota shumë e madhe, unë konsideroj se jam veç një pjesë, një element në superstrukturën e quajtur letërsi të nivelit botëror, sepse ne të gjithë jemi ata që duhet ta përmbushim misionin ton dhe ta luajmë rolin ton për çka jemi të predestinuar. Kur e them këtë, është se talenti i cili ekziston dhe mprehja e penës dhe puna e vazhdueshme dikë e bën më të njohur dhe e plason jashtë botës. Mirë po, të bëhen krahasime të tilla për mua është gjithsesi privilegj, por mendoj që le ta vlerësojnë të tjerët që e kanë vlerësu, sigurisht. E kanë vlerësu, po unë nuk mund t'jap kvalifikime të tilla për vetveten dhe për punën që e bëj, sepse ende jam në procesin kreativ dhe në moshë kur mund t'jap ende më shumë. Sa keni pasur për krajën e vendit Rahovecit konkretisht për arritjet tuaja? Të ne kujtoj se letërsia është një, mos me thënë profesion, sepse në Kosovë nuk mund të ekzistojë askush nga puna kreative, qoftë piktor, qoftë skulptor, qoftë ai shkrimtar apo poet. Domethënë nuk bëjmë punë profesionale letrare, për shkak se nuk merremi vetëm me letërsi, por merremi edhe me punë tjera me të cilat i mirëmbajnë familjet tona. Kur flas për letërsinë profesionale, po them që ti jam 24 orë në libër dhe në shkrim dhe këtë përkrahje unë nuk e kam. Këtë përkrahje ka Kadareja për shembull, ka pensionin shtetëror, ndërsa në Kosovë kujtoj vetëm Adem Demaçi ka pensionin shtetëror. Në Serbi diku 1000 persona janë si të martuar si freelancers apo artistë me profesion të lirë, në Maqedoni janë diku 1200 që i paguan shteti, ata vetëm krijojnë. Qofshin ata regjisor, piktor, shkrimtar. Një përkrahje të tillë nuk e kam, nuk e ka askush në Kosovë për personin që apostrofova, Balcin Adem Demaçi, ndërsa përkrahja më e madhe, ne e dim krizën e leximit, përkrahja më e madhe duhet vinë nga lexuesi, nga njerëzit që lexojnë, pavarësisht asaj se unë kultivoj një lirik shpirtërore dhe një letërsi e cila kërkon thjesht laborator apo zyre apo bibliotekë që të studiohet dhe të analizohet, sepse nuk është një beletristik e tillë që mund të lexohet një roman e tillë në plazh. Andaj nuk e pres edhe përkrahjen, sepse duhet të kaloj një distancë e madhe, një emancipim kulturor dhe shpirtëror tek njerëzit që të vinë deri te ajo që unë tash 25 vite e bëj. Kush mendoni që është fajtori për këtë? Mendoni që lexuesit apo unë nuk kam zakon të fajsoj askënd. Ne kemi pasur fatin e tillë që ishim një kohë goxha të madhe të okupuar dhe ne nuk e kemi përcjellur hapin botëror, po flas si popullat. Ka individ që kanë dalë nga ajo gzhoja e emancipimit
të mos emancipimit në fakt, unë nuk fajsoj thjesht kohën dhe angazhimin tonë. Mirë po, çka unë duhet potencoj është që gjeneratat e reja duhet të lexojnë më shumë, sepse të bëhesh i dishëm përpos librit nuk ka mjet tjetër. Dhe vetëm kur del jashtë njeriu e sheh ku e ka vendin dhe ku mbetet. Andaj nuk po fajsoj askend, do të vijë koha kur dhe unë uroj që do të vjen ajo kohë kur të rinjët dhe shqiptarët do të presin në radhë për të blerë libër si dikur që janë pritur me radhë për të blerë bukë. Më thonë, kujtohet ajo thënia e filozofit hebrej Abraham Joshua Heschel, i cili thot krejt derisa uria apo etja për të bukurën dhe për krijimtarin, për artin, nuk është më e madhe se sa uria për bukë, tek atëherë mund të flasim për emancipimin e njeriut si të tillë. Cilën vepër e konsideroni më të suksesshme, veprën tuaj? Tash, unë suksesin e konsideroj ndryshe. Jo të tirazhi shitur, jo të ajo sa njerëz kanë shkruar recensione, jo nga ajo sa është plasuar ajo vepër në media, kështu me radhë. Për mu vepër e suksesshme është romani i fundit Hojet, për të cilën kanë shkruar akademiku i ndjer Ali Podrimja dhe Daud Demaku, ndërsa në kohë të fundit do ta kemi edhe versionin në gjuhën serbe, për të cilën do ta shkruaj recenzionin shkrimtari me prardhje hebreje Filip David. Suksesi, nëse flasim për librat autorial që unë i kam ba, unë konsideroj se ky libër, Maelstrom, i cili është shkruar në gjuhën angleze, u botua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thënë Vorbulli ose 4 pergamene të Dietarit i Lirë, është një poeme pikë ndarë në 4 cikle. Kjo është një sukses, sepse poezia është shkruar në gjuhën angleze, në gjuhën e cila nuk është amtare imja, dhe është botuar në New York, ka kaluar në për filtrat e ekspertave nga profesorët amerikanë, dhe kjo është ai libër për cilën unë jo veç unë po mendoj që duhet edhe Rahovecia dhe Kosova të krenohet, sepse prej ditës botimit ky libër nuk është im, pavarësisht se mban emrin tim, ky i takon tregut botror, audiencës, publikut botror, sepse është në shitje në 30 vendet botës. Dhe për ati momenti, kur ky libër del nga shtëpia botuese, nuk është imi, po është i lexuesit. Ku mund të gjenden veprat e Faridin Shehu dhe në sa gjuhë? Veprat e përmenda Maelstromin ose Vorbullin, 4 pergamenet e Dietarit i Lirë. Ky libër shitet në afro 30 vendet botës, nëpërmjet Amazonit dhe Amazoni Barnes & Noble, Amazon, Exlibris në Zvicër, në Danimark, në Indi, Meksik, e kështu me radhë. Porositen online. Ndërsa sa i përket distribuimit jotve për si totalitet, si tërësi, poezit janë përkthyer në rreth 30 gjuhë botës, dhe njerëzit kanë pas mundësi që të lexojnë poezinë time në gjuhën mongole, mbase jam shkrimtar apo poet i vetëm në botën shqiptare që është i përkthyer në gjuhën mongole. Për gjuhën angleze mos flas, është përkthimi. Me interes unë e potencoj këtë antologji e cila është botuar nga Universiteti Huelva në Spanjë, dhe i është dedikuar planetit Tokë. Do të thënë alkimia e Tokës, ku me ftesën e profesorit Landero, të cilin e kemi pas mysafir mbasi që është botu, ne e kemi ftu në Rahovec. Kjo është botu para 4 vitesh, në gjuhën spanjolle, pra. Ka në gjuhën frenge poezi, ka në gjuhën kroate sërbe, do me thënë nga trashëgimia e një shteti i cili tani më nuk ekziston, Jugoslave, kështu me radhë. Së fundmi për juve kanë shkruar mediat në Francë, edhe media gjitha ndej në përbot, por në Kosovë vret një mungesë. Unë e thash edhe më herët, ne kemi atë
hendikepin e mungesës leximit të diçkafit që është e panjohur. Neve na mungon një literaturë e cila do të na afronte te kjo vepër, sepse kjo vepër shkruhet për 50 vjet të ardhshme. Dhe unë, nëse më lejohet me bëj një profeci tek mas 50 vitesh, mbase këtë e kanë thënë edhe Daud Demoko dhe Filip David që tek do të vijë koha kur do të analizohen këto vepra në nivelin akademik. Pse jam një hap përpara? Sepse nuk jam. Ky është hapi i duhur, ky është momenti i duhur dhe këto shkrime e kanë pikrisht tani kohën. Pse media tona nuk unë mendoj që jam mjaft prezent në media, por sa herë që kam marrë pjesë ose që kam dhënë intervistë, çdo herë ka thonë Leraj është i pakuptueshëm. Nuk jam unë i pakuptueshëm. Ne jemi mësu që ti mohojmë gjërat që si njohim. Gjërat që i kemi shumë afër ne nuk i shohim dhe gjërat që i kemi shumë larg prap nuk i shohim. Ne jetojmë në një diapazon, në një rreth tepër të ngushtë që ajo mesatarja e mediokriteti, qoftë në letërsi, qoftë në pikturë, aty sillemi brenda atyre kornizave kosovare. Për mua nuk ka kornizë, nuk ka kulturë për cilën nuk mund të flas, letërsi për cilën nuk mund të flas, sepse është ajo thënia latine nihil humania me alienum puto, apo asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua, sepse fundi fundit njerëzimi si tërësi është një tërësi pavarësisht se është i madh, por ka elemente të ndryshme. Andaj mendoj se unë si një nga elementet në krijimtarinë letrare botërore, po jap kontributin tim dhe kjo më bën krenar, puna më bën krenar, jo plasimi medial, jo shitja tirazhit, por kur një libër përfaqësohet nga universiteti, në këtë rast Huelva në Spanja, apo Universiteti Xhavalal Nehru në Indi, që kam pas ftesë, apo në Beirut, në Bibliotekën Aleksandris, në Zagreb, Amsterdam, Londër, Paris e kështu me radhë. Cilat janë planet e së ardhmes? Çka jeni duke shkruar aktualisht? Kjo pyetje është, nuk e di, unë kam një matriks, një shablon të cilën e kam bë para 25 vitesh kur e kam botuar librin e parë dhe po e përcjell atë shablon. Që do dalin librat e kësaj kolone, kësaj kolone dhe kësaj kolone, sepse asnjë libër imi nuk i ngjan tjetrit. Njëri është poem, tjetri është prozë poetike, tjetri është një roman transcendental, tjetri është një roman ma tepër lirik, ma tepër poetik, një përmbledhje e poezisë që fillon me një diçka tjetër dhe një tjetra që botohet mbas 10 librave e përmbyll atë, e plotson dhe kompaktson njëra tjetrën. Kohë të fundit jam marrë me përkthime, janë përkthyer disa autorë, ndërsa në vazhdën e kësaj, domethënë paralelisht punoj në një roman të ri. Kjo nuk është plan, kjo është një fluiditet në krijimtari, sepse po e përcjelli atë impulsin kreativ dhe nuk guxoj me u ndal në këtë moment. Po e vazhdoj atë punën që është fillu para 25 vitesh. Dhe aty nuk ka pikë sigurisht. Po kalojmë tek festivali i poezisë, i cili është mbajtur vitin e kaluar dhe është cilësuar mjaft i suksesshëm. Çka mund të na thoni për festivalin? Festivali, meqense nuk dëshiroj të flas në veten e parë, si ideator dhe organizator i festivalit unë kam pas shumë sfida, sepse nuk është lehtë të akomodohen 40 shtete. Ne kemi pas përfaqësues nga 40 shtete në Rahovec, dhe kjo nuk është punë e vogël. Këtë punë e kemi bërë bashkarisht me disa vullnetarë, nuk kemi shkuar në mënyrë institucionale. Mirë po, që kisha dash me thënë që ne në një farë mënyrë kemi bërë edhe diplomaci publike, sepse edhe diplomaci kulturore, sigurisht, sepse kemi pas autorë të cilët, të shteteve të cilat nuk e ka njoft Kosovës. Për shembull Qipro, për shembull Mongolia, kemi pas poet nga Mongolia, kemi pas poet nga Slovakia, një shtet i cili ende nuk ka njoft Kosovën,
kemi pas profesoreshën e Shejashin nga Qipro, ndërsa kulmi i suksesit festivalit, unë mendoj që nëse asgjë tjetër nuk kemi mujt me bane në Rahovec, ne kemi arrit që një libër nga një poet amerikan t'i dedikohet Kosovës dhe Rahovecit në veçanti. William Spencer Peters, për shkak se më herët më e ka dërgu librin Vreshtari, dhe që ishte shkas që ajtë fitoj çmimin Rushi Art, Kalaveshi Art, ai derisa ka qëndru në Rahovec e ka gatu këtë libër. Nuk ka ndetë kot dhe ka shku një libër për Rahovecin. Kë mendoj se është qelsi për bashkëpunim të mëtutjeshëm me një shtetë mik, sepse ne dim që kush ka qenë sponsorizues kryesor i pavarësisë së Kosovës është Amerika, shteti i madh dhe me plot influencë, ndërsa ne kemi pas Amerikën këtu dhe një Amerikan e kushton një libër me poezi. Kjo është rezultati i punës, i bashkëpunimit të kahmotshëm me këtë autor dhe unë kisha obligim, jo vetëm moral, por edhe patriotik që ta sjellim këtë autor këtu, që të lexoj dhe zëvendës ministri i kulturës ja akordon çmimin Rushi Art, i cili është ndarë me datën 17 shtator të vitit të kaluar. Ju përmendet që institucionet nuk ishin sponsor. Po, Mediat sa institucionet, ne nuk kemi pas përkrahje nga komuna, ndërsa Ministria e Kulturës na ka përkrahur. Na kanë përkrahur kompanit private, si Devolli Kompani, kompania Xerxa, në Rahovec, Estra Pallas, familja Gecaj, ka qenë sponsor, Rama Print. Dhe më thonë, kanë qenë njerëzit ardashës të cilët kanë pas dëshirë me ndodhë diçka e mirë në Rahovec. Po vjen shumë keq që komuna janë nuk ka gjetë mirë kuptim që da përkrah, sepse kjo faktikisht i takon komunës me përkrah, sepse nuk i kanë ftu miqtë e mi, po kanë ftu njerëzit të cilët do t'jenë miq potencial, jo vetëm për Rahovecin, por edhe për Kosovën si tërësi. RTK-ja ka qenë sponsor medial, nuk kemi pas mbulesë të mirë nga RTK-ja, KTV-ja totalisht na ka mohu, kanalet tjera na kanë ftu, kemi pas Behare Bajraktarin dhe Ali Dulën, cilët janë paraqitur disa herë në për media si zëdhënës të festivalit që kanë folur për kitazi me festivalin. Ndërsa RTK-ja ka pas një emision, ndërsa për çudi TV Këfori, ata e kanë Këfori ka edhe revistën, e kanë mbulu jashtëzakonisht mirë dhe festivali unë ka qenë pjesë e një spoti publicitar të cilën Këfori e ka transmetuar një kohë gjatë në RTK, si dhe televizioni shtetëror turk të RT kanë qenë prezent gjatë hapjes festivalit. A mendoni të organizoni sërish festivalet? Po sigurisht, ne jemi në procesin e përgatitjes së edicionit 2 të festivalit, ku prej tani ne prej janarit kemi një person, sepse unë nuk i kam quajtur në ftesa zyrtare, një poet nga Australia veç që ka ble biletën që të vinë në Rahovec qysh nga janari këtij viti. Do thënë interesimi është jashtëzakonisht i madh në për qarqet letrare, në për botë është folur shumë, janë lajmëruar prapë nga Slovakia, nga SBA-ja, nga vendet arabe, Mbretëria Shemite e Jordanit, prapë do të kemi autor nga Qipro, nga Izraeli, nga Japonia, besoj si vetë do të kemi autor prominent japonez të poezisë haiku dhe tanga. Dhe ne jemi në proces të punës, kemi përkrahjen e ministrisë, po presim përkrahjen edhe nga sponsor tjerë, ku kemi bërë kërkesë dhe besoj që do të jetë një festival jashtëzakonisht edhe më i suksesshëm, sepse kemi mësuar nga gabimet e edicionit të parë. Sa i ka ndihmuar Rahovecit dhe Kosovës në aspektin kulturor ky festival? Unë mendoj, jo sepse unë kam thjerëzat optikën kreative dhe letrare. Do të thënë nuk i shikoj gjërat, jam shumë realist, nuk i shikoj gjërat nga prizmi i një krijuesi. Mu më ka thënë antari akademisë
të Amanit në Jordani, i cili ka qenë mysafir zotri Nizar Sartavi, thot, zotri Shehu, ju nuk jeni të vetëdijshëm se çfarë keni bërë për Kosovën edhe për Rahovecin. Unë betë të thashë, i kam mbledh disa poet njoftur dhe besoj që do të kalojnë bukur. Po ajo e tha, ti e ke vendosur ta Rahovecin dhe Kosovën dhe në veçanti Rahovecin në hartën kulturore botërore, sepse tha ti kesh 40 shtete në një vend kaq të vogël dhe atë për herë të parë që organizohet është sukses jashtëzakonisht i madh. Po halem tek Rahoveci, pak tek vendi ynë. Jeni lidhur me Rahovecin, zotër Shehu, kur dije se nuk keni ndalë asnjëherë angazhimet në Prishtinë dhe jashtë Kosovës. Sa jeni të lidhur me Rahovecin si qytet? Unë nëse më lejohet me u shpreh me vargje, unë kam shkruar më herët e libër elemental 99 që jam pjesë të njëjtit gravitet për maja ime i takon rreth e bardha. Do të thonë, unë ngritem vertikalisht lart sepse dua të shoh botën se sa ne jemi të vegjël, sepse konsideroj që qoftë në procesin e dijes, qoftë në procesin e suksesit, qoftë në vazhdon e secilës punë, sa më shumë që ngritesh lart, aq më shumë sheh hapësirë për të hulumtuar. Kjo është, nuk kam ndonjë diçka që vetëm punë. Në Rahovec jam shumë i lidhur, sepse jam pjesë e këtij graviteti. Dhe ne, jo se i bëjmë vetës shefin, por neve na njohin se njerëz punëtor. Dhe unë kur i kam thënë që po të isha poet apo shkrimtar i keq, Rahoveci nuk do të më shonte në Prishtinë. Sepse ne jemi një mentalitet i tillë i cili ose je ose nuk je. Ose je punëtor, ke vreshtat perfekte, ose je shkrimtar, je shumë i mirë, kemi rastin e miku tim Gjevdet Bajrës për shembull, ose Naser Dulës, muzik, ose këtu unë pëlqen që këtu punohet, dhe unë jam jashtëzakonisht i lidhur sepse Rahoveci mendoj që e ka magjinë e vet, unë e kam përshkruar në vargjet e mia se ka formën e amfiteatrit. Thonë ne jemi si në një kup, si në një amfiteatr dhe ai zë që e këndoj te këngën e diellit atëherë isha unë. Kur të gjithë njerëzit që mirënin me krijimtari ose kanë dalur jashtë Rahovecit ose janë marrë me punë tjera e kanë lënë fatkeqësisht. Keni parë proceset dhe progresin e regresin e Rahovecit në 16 vitet e fundit. Na tregoni pak a shumë detaje si e shihni dekadën e fundit në vendin tonë. Ne nuk guxojmë me dhënë nota pesimiste sepse kemi qenë një entitet sociopolitik brenda një federate e cila nuk ekziston më. Nëse përdori terminologjinë politike, tash sa po kemi fillu të bëhemi shtet. Dhe ndërtimi dhe shtetëformimi është një proces i ngadalshëm dhe që zgjat me dekada. Çka më mbren është se ne nuk kemi një, si më thënë, një trup, një kokë, si e ka Gjakova, për shembull, shoqatën e intelektualëve të Gjakovës, që dikush po të kishte atë peshë që të mendoj se ku do ta çoj këtë vend për 50 vite tashme. A më thonë me pas një vizion. Unë e di që në qendër të Kuala Lumpurit ka ekzistu një bust Malajzi 2020, dhe më thonë në viti 2020, kur në Malajzi nuk do të ketë asnjë të varfër. Edhe simbolikisht, ajo obelisk që kemi në Newbornin atje në Prishtinë, ajo obelisku 2020 ka qenë çdo herë një indikator, një tregues i një tendence të një kombi që shkoi përpara dhe qëllimi i tyre ka qenë zhdukja e varfërisë. Atë ne është papunësia e madhe, ne nuk duhet të gënjehemi me njëri tjetrin, ne po e shohim që komuna jonë është ndër komunat më të prapambetura, qoftë në aspektin e zhvillimit ekonomik, qoftë në cilin do aspekt. Mos flas për atë kulturor, sepse
ne po përpiqemi mjaft po mundojmë. Nuk po fajsoj asnjë udhëheqësi politike, po thjesht ka ekzistuar një inercion dhe kjo më ka detyru, më ka shty, më ka cyt që të garohem edhe une me idenë se do të mund të çojmë përpara këtë vend. Po, Zotri Sheu, keni qenë kandidat për kryetar të komunës së Rahovecit në zgjedhjet e fundit lokale. Keni marrë përkraje të konsiderueshme, por nuk arritët të keni sukses. Keni ndonjë pengesë në vete? A keni menduar pse, arsyeja? Ideja e garimit tim nuk ka qenë ideja që të bëjmë kryetar dhe kaq të përfundoj me karrierë. Jo, ka qenë ideja e sakrificës që me një shtres ma tretë intelektualëve të qytetit, të komunës, të ndërtojmë një platformë të re zhvillimore. Unë ekonomist nuk jam. Mirë po, vizioni im për një qytet, për një komunë të zhvilluar është ai që është plasu gjatë fushatës dhe ata njerëz që më kanë votu, në çdo herë i kam falenderuar dhe shfrytëzoj rastin të i falenderoj sërisht dhe pambarimisht. I falenderoj për votën që më kanë dhënë dhe besimin sepse kuptova se aq njerëz më kanë njoftë. Para atë çka unë mund me bëj. Ideja ka qenë që ne në Rahovec për 10 apo 12 vite ta kemi trafik urban dhe ta kemi disa parcela zona industriale ku të kemi fshatin e Katarit, se isha në biseda me Qatar Foundation, që ta kemi fshatin e Katarit. Çka është kjo? Kjo do me thënë se çka ka shteti jashtëzakonisht i pasur, i pastër dhe miqësor i Kosovës të ndërtoj një Katar të vogël në Rahovec, ku do të kishte qendra sportive, qendra kulturore, biblioteka, fontana, murale, thjesht një copë e Katarit të ndërtohet në Rahovec. Kjo ka qenë ideja të cilën shumica e qytetarëve që nuk më kanë votu, ose nuk e kanë kuptu, ose nuk kanë besu dhe kanë mendu se jam gënjeshtar. Unë nuk kam bërë reputacion si gënjeshtar, unë ende jam në kontakt me Katarin dhe po është i gatshëm kryetari aktual, ne do t'ulemi, ta bëjmë një projekt dhe ta vazhdojmë këtë, sepse nuk kam hy që t'jem veç kryetar edhe asgjë tjetër, por kam hy që ta ndihmoj këtë proces, edhe kushdo që fton, që kërkon ndihmën tim, unë jam në dispozicion që ta jap kontributin tim. A keni pasur ndonjë propozim që të merrni përsipër ndonjë fushë në komunën e Rahovecit? Jo. Ose që LDK-ja veç është pjesë e LDK-ja është në koalicion, unë nuk kam dashur të marr asnjë pozitë, sepse nga ajo që ka ndodhur në fushat, unë kam dalë treti, nuk kam fituar zgjedhje dhe jam shumë komod dhe jam shumë ballëlart sepse ato vota që unë i kisha dhe me aq që mjaftova, por kjo më ka ndihmuar që të kontemploj më shumë, të mendoj se kush jam unë dhe çka reprezentoj, çka përfaqësoj për këtë vend. Kjo më ka ndihmuar po ashtu që t'i kthehem krijimtarisë në letërsi dhe pikturë, sepse unë veç si vjet kam bë disa përkthime të cilat do t'i botojmë librat, si vjet do t'jem në maj në Bruksel dhe Rabat në Maroko, dhe pastaj në Dublin në Irland, masandej kemi festivalin ton, masandej është një rezidencë nga traduki që do të ndodhë në Shkup një muj. Dhe më thënë, gjithë kjo është një kontinuitet që unë nuk ndalem nga puna, pavarësisht sa e vlerësoj kush apo jo, do të vjen koha kur do të vlerësohet, dhe mendoj që po pat nevojë dikush për ndonjë ndihmë në aspektin e internacionalizimit të çështjes. Jo veç të Rahoveci si komunë që ka nevojë, sepse kujtoj që Rahoveci para do vitesh ka qenë i vllazëruar me qytetin Huj në Belgjik, dhe unë do të shkoj në Bruksel me datën 11 dhe do të shkoj në qytetin Huj të takoj ata njerëz që kanë pasur interesim të vllazëruar me Rahovecin dhe t'i rivendosim këto lidhje, sepse ne kemi nevojë për Brukselin, ne kemi nevojë për Evropën, ne kemi nevojë për shumë gjëra dhe këto duhet t'i shfrytëzojmë.
Unë poste nuk kam marrë, nuk kam qenë interesum, sepse në moshën shumë të re, unë isha drejtori për kulturin e dhe sport në vitin 2005 dhe aq ishte. Më thënë, nuk kam vrapun pas pozitës, nuk do të vrapoj prap. Muj me qëndrun hije, por punën kërkush nuk ka as të drejt, as nuk ka mundësi me mandal. Punë do të punoj për të mirën e këtij vendi. A do merrni sërish pjesë në zgjedhjet të ardhshme lokale? Nuk e di. Nuk mendoj që është koha që unë të garohem apo të eksperimentoj edhe një herë, sepse prap do ta konsideroj si eksperiment. Unë mendoj që duhet të dalë një figurë e re, edhe pse e kemi një qeverisje e tillë çfarë është, ka mjaft defekte, por ka edhe mjaft punë, sepse një punë bukur e madhe është bë, edhe një mal me punë e presin kryetarin aktual. Andaj mendoj që ky kryetar duhet të vazhdoj. A mendoni që ju mund të kishit bërë më shumë për Rahovecin? Si kryetar? Po, si kur të ishit pozitën e kryetarit? Unë mendoj se po. Kisha mujt me bë, jo se kam krah. Nuk kam kri si person, po thjesht kam kontakte nga jashtë, kam kontakte me shtete cilat kishin mujt me na ndihmu. Në cilat aspekte po mendoni që... Në aspektin ekonomik, në aspektin e shkëmbimit kulturor, në aspektin e dialogu ndërfetar, në aspektin sociokulturor, nuk e di si të artikuloj, dhe më thënë, është makat që këto kontakte që i kam unë, nuk e shfrytëzojnë edhe qeverisja aktuale. Është mirë unë komendu me organizu një konferencë donatorëve me i pru njerëzit këtu, shikojnë mundësit dhe kapacitetet që ne i kemi nër tokë. Rahoveci ka mjaft minerale, ka mjaft ujë, ndërsa ne nuk kemi ujë të pishëm. Ne çdo verë heqim, mundohemi për ujë të pishëm. Dhe këto kapacitete duhet vlerësohen, burimet, dhe shfrytëzohen ato, pse jo. Andaj po them, muj me dhënë kontributet dhe sot, jam i hapur për bashkëpunim me secilin, kushdo që të vjen kryetar. Unë jam, si e thash edhe më herët, pjesë e këtij graviteti, jam copë e shkëputur e kësaj paraj se të vogël, se quhet Rahovec. Ku mendoni që duhet konkretisht edhe më shumë të jepet rëndësi, domethënë problemeve në Rahovec? Cili është problemi kyç që Rahoveci ka mbetur këtë pikë? Problemi kyç është, tash mos filozofoj shumë, unë mendoj që duhet dëgjohemi më shumë. Ne kemi hup aftësinë e dëgjimit njëri tjetrit, ne nuk e dëgjojmë dhimbjen e njëri tjetrit. Ne kemi shumë urrëtie, ne kemi shumë xhelozi, ne kemi shumë, si me thënë, ignorim dhe mohim të njëri tjetrit. Problemi është etika. Para disa vitesh, me mikun tim Ferit Aganin, i cili ishte ministër i shëndetësisë, atëherë i thash, Kosova nuk ka nevojë për ombudsperson, për avokatin e shtetit. Në ato momente, mbas luftës, Kosova kishte nevojë për një psikiatër publik, se ne ishim në një krizë mendore, sepse sapo kishim dalë nga lufta dhe stresi i akumuluar me dekada ka reflektu ke posa njerëz kanë bërë vetvrasje, për shembull, fenomeni i vetvrasjes, fenomeni i kancereve të ndryshme, leukemisë, gjitha janë këto pasojat e atyre katrahurave në për të cilat ka kalu ky popull. Dobësia në Rahovec mendoj që është ajo se ne jemi vetë mohues. Ne nuk e artikulojmë vlerën tonë sa e kemi, ka shumë vlera këtu. Ne kemi një trashëgimi kulturore jashtëzakonisht begatshme. Kemi në Çifllak atje shkrime e trure. Kemi Kalan e Dumanit këtu që është e mbuluar totalisht. Kemi Teqen e Madhe në Rahovec, kemi pavarësisht se ne nuk dojmë të flasim në atë mënyrë. Unë shikoj gjana si trashëgimi kulturor, janë kishat në Hoç të Madhe, janë xhamit këtu, është ai hamami që u rafshu. Mendoni që nuk po merren me këto çështje? Jo, nuk merren, sepse me u marrë me këto çështje duhet investim. Për me investu në këto çështje duhet një vru shkollë parash me arë, sepse puna në kala mundet me zgjatë 10 vjetë, me zbulu atë kala dhe ajo është një proces i kushtueshëm. Ne e dim që egjiptologët e shumt
që punojnë në Egjipt nga mbar bota, qeveria egjiptiane i paguan që të zbulojnë ato piramida. Edhe ato thesaret nëndeshme. Rahoveci ka thesare, mos të harojmë. Një mikeshe im janë nga Universiteti i Jerusalemit, kur ka orë për herë të parë në Rahovec dhe ka analizua ajo situatën. Zonja Karmit Zysman është akademike, profesoresh në Harvard University. Ajo më thoshte, Prishtina edhe Rahoveci janë si Hebroni. Nuk e kuptoja në ato kohë ishte, po flasë për vitin 2004. Thoshte, Hebroni, qytet në Izrael, gjitha pasurit i ka nën tokë, ndërsa Jerusalemi i ka jashtë. Tha, i tillë është Prizreni. Prandaj thoshte ajo Prizrenën nuk më pëlqen. Pëlqen Prishtina, që ka Ulpianën, pëlqen Theranda, Suhareka, që ka teritorin në antikitetit dhe posaçërisht i pëlqen të Rahoveci, sepse qoftë si pozitë gjeografike, qoftë nga ajo që ajo ka lexu, se ajo e fliste 25 gjuhë, prandaj shqipën e fliste edhe në Gegë edhe në Tosk, nuk ishte probleme në komunikim dhe ka udhëtu në për teren, ka jetu me vjetë këtu. Thoshte Rahoveci është një thesar i mbuluar i Kosovës. Zbulojeni tash e bota. Prej rezultateve të fundit të zgjedhjeve jeni distancuar shumë nga LDK-ja. Arsye pse jeni distancuar? Unë nuk jam distancu, unë jam kryetari i Nëndegës Ara, ende funksionoj, por të gjithë kolegët e mi e din që jam në këtë proces të përgatitjes festivalit, jam në përkthime, jam duke përgatitur ekspozitën me piktura dhe kaligrafi për Kairo në fund, do më thënë në 10 orë, e kam ekspozitën në një galeri të Egjiptit në Kairo. Andaj, ata din që unë jam jashtëzakonisht i angazhuar me punë kreative, mirë po nuk jam distancuar nga LDK-ja. Jo domosdoshmërisht nëse unë nuk jam fizikisht prezent në Rahovec, dhe jo domosdoshmërisht nëse unë nuk jam një drejtori, një drejtorati, cilët është i ndarë për LDK-n nga ky koalicion, i cili është aktualisht, unë jam në LDK, dhe qëtër kam qenë. Cili do ishte porosia juaj për bashkëqytetarët e Rahovecit? Nuk e di si ta ka shumë porosi, po dy elemente cilat unë kisha dashur prej bashkëqytetarëve është jo me adhuru vetën po librin, dhe të dëgjohemi më mirë me njëri tjetrin. Do thonë, të zhvillojmë teknikat të dëgjimit për nevojat, për brengat, thjesht për një komunikim njerëzor. Jo derisa unë flas dikush as që e regjistron atë çka i flas. Nuk ekziston fenomeni psikologjik, psikosomatik, i cili e ka të regjistruar diku se mundet me ndodh ajo just fikt. Nuk ekziston, ose të bjen të fikt je totalisht i pavetdijshëm, ose je esull edhe din gjithçka. Prandaj po them, libri edhe dëgjimi. Këto janë dy elemente, sepse kujtoj që kur ka bo Churchilli kështu, njerëzit kanë kujtu se kjo është shenja e LDK-s. Jo, që Churchilli ka mendu Victory, puna, do thonë suksesi, Victoria është fitoria. Puna edhe dituria, po thotë suksesi është këtu në këtë pikë. Nuk është kjo simboli i Rrugovës, po është i kryeministrit Winston Churchill, i cili ka qenë kryeminist shumë i fuqishëm botëror në kohën kur është luftuar me nazistët. Janë lënda e cila duhet futet në shkollë. Unë mendoj, me vite po mendoj që domosdoshmërisht duhet me qenë në procesin edukativ lënda etika dhe morali dhe teknikat e dëgjimit. Këtë të tjera të rregullohen masandej, sepse këto mësohen nga libri, këto mësohen nga mësuesin. Neve në shkollë na kanë mësuar me shkru, me vizatu, me vrapu, me kalkulu, po kërkush asnjë mësues mu nuk më ka mësuar ç'është me ndëgju tjetrin. Unë ndoshta konflikt në orë, mësuesi nuk më ka të rejkë vretjen kur. Ajo orë ka shku, në nuk e kom dëgju mu atë mësim. Ajo mësim është avullu. Por, kur jam këty në shtëpi, e kam lexuar atë mësim, sepse komendu se pa libër nuk mundet me shku për para.
Zotri Sheu, faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij emisioni për të bërë këtë diskutim. Shpresoj të jemi edhe rradhave tjera. Ka qenë kënaqësi. Unë po them sa herë që kam marrë pjesë në ndonjë intervistë, shumë ma e këndshme për mua është kur flas në Rahovec, kur flas për Rahovecin në Rahovec. Sepse të flasësh për Rahovecin në një qytet tjetër, jo Gjakove dhe prezident Senajov, është shumë e zorshme, sepse ata mezina gjejnë hartë. Mund ka ndodhë që në vushtrim kanë thënë që ka i fshat yt atje. I kam rendit që ka, tha gjysma e kësaj që paska ne nuk kemi. Prandaj po them, shumë jam kënaqur në këtë intervistë, ka shumë mirë që më keni dhënë këtë mundësi me folë për Rahovecin dhe për punën që është bë në Rahovec. Se gjitha këto produkte janë bë në Rahovec për Rahovecin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte tëra për këtë emision. Mirë takofshim në emisione tjera.